Problemi me qenë Tendacak vazhdon të mbetet një nga shqetësimet më të mëdha për qytetarët e Kërçovës. Ndonse për gati një vit nuk ka pasur njoftime publike nga sektori për punë të brendshme ohër lidhur me sulmet dhe kafshimet nga qenë Tendacak, të dhënat zyrtare të siguruara nga televizioni Uskana tregojnë se ky fenomen vazhdon të jetë i pranishëm. Për të sqaruar situatën, televizioni Uskana ju drejtua me pyetje sektorit për punë të brendshme ohër. Në përgjigjen e tyre thuhet se në periudhën nga 1 nëntori 2025 deri më 30 maj 2026 në stacionin policor në Kërçov janë regjistruar gjithsej 97 raste të personave të kafshuar nga qenë, të cilat janë evidentuar në buletinin ditor policor. Lidhur me këtë çështje, televizioni Uskana pyetje dërgoi edhe deri te komuna e Kërçovës, gjithashtu duke kërkuar informacione për masat që po ndërmerren për zgjidhjen e problemit me qenë Tendacak. Megjithatë, deri në momentin e përgatitjes së këtij lajmi nga komuna nuk kemi pranuar asnjë përgjigje. Kujtojmë se para rreth një viti raportimet për qytetarë të kafshuar nga qenë Tendacak ishin pothuajse të përditshme dhe publikoheshin rregullisht. Megjithatë, pas ndryshimit të pushtetit lokal në Kërçov, këto raportime pothuajse janë ndaluar. Mbetet e paqartë nëse bëhet fjalë për një ndryshim në praktikën e informimit të opinionit publik apo për një qasje tjetër institucionale ndaj këtij problemi. Pavarësisht mungesës së njoftimeve publike, shifrat zyrtare tregojnë se problemi me qenë Tendacak vazhdon të jetë serios dhe se qytetarët e Kërçovës ende përballen me rrezikun e sulmeve dhe kafshimeve nga qenë Tendacak.